Ka futur Këtu na duket Leonardi, këtu na duket vetë sikur jemi gjithë blerës edhe gjithë shitës. I dashur do të them vetëm një fjali të fundit edhe pastaj debatoni për këtë. Jo, e kam me djalin që po ma që zen real estate-in me vërtet që mund të akuzohet, mund të bëhet. Personalisht vetë jo. Personalisht un flas për njerëzit të LBL pak. Real estate ka çuar çmime të 4000 euro metër katror, 50 do të shkete 10.000 apo po mos jetë real estate shitet në treg të lirë ngelin pa shita për. Po do ngelesh pa shtëpi pse bleve, prandaj do të pyesë. Unë pa shtëpi. Unë pa shtëpi. Me këta dy që i ka djetë të shpëtosh, do ta tërgoj ajo pse ngjen në shtëpi. Do prishi kontratën ai. Erioni të lutem, duhet të shkoj. Unë do i jetë në fshat, mos duhet të jetë në Tiranë. Duhet të shkosh çdo profesion specifik. Duhet të shkosh ke profesionisti i vërtet që mbulon fushën e caktuar. Do ta japim më pak profesionisti. Zonë kadastrale, kush është më e larta që ka vlerë arritjes, kush është periferia sa të shkoj metër katror, si shkoj një herë ke profesionistët. Shiko, atë bëj. Ti përball me këtë shumë tjetër. Kjo nuk kompenson të gjitha. Arme, ta djem të lutem, një pyetje të thjeshtë fare. Patjetër. Si është e mundur domethënë që në Shqipëri ose në Tiranë vetëm ndërtohet, ka sipas të gjitha të dhënave jashtëzakonisht shumë pasuri të paluajtshme stok, dhe prapë çmimet nuk bien. Tash fal ku nga e merr të bazë që janë stok. Nuk mund të bien çmimet më jo. Përgjigjen. Fjala stok sepse kam dëgjuar shumë në media nga një agent imobiliar. Kosti është shumë i lartë. Të lutem. Pra kosti e ndërtimit në Tiranë. Vetë kosta ndërtimit do ta jap përgjigjen apo t'ja jap? Ja jap 7.000 euro. Në kostën e ndërtimit futen edhe kostot jo formale. Sa lekë të merr ai që të shon lenë ndërtimit? Sa lekë të merr ai që të bën projektet? Me projektet orientohen nga KRTRSH-ja rrugës. Një arkitekti që është super mjeshtër, i cili ka arritur me mjeshtri të mbledh gjithë lekët e drogës që shkonin në Spanjë dhe sot po investohen në ndërtim. Tani ti këtë arkitektin e fuqishëm që s'po thua, po e merr si merit apo demerit? Jo. Po sepse nëse ti thua domethënë që ky është i Zotit sepse është shejtan për të pastruar Kjo është përgjigja e pyetjes që bëre ti. Po pra unë thash. Po, absolutisht. Është kjo përgjigja? Dhe stoku i asaj që unë po flas është, nuk kam nevojë shumë unë për të investiguar. I bëj një xhiro tani në darkë Tiranës dhe shikoj ka drita që s'ka drita. Sa është drita? Atëherë sa lekë në Tiranë? Ja pyetet që ka lagje në Tiranë, po them, ka lagje në Tiranë që janë ose janë totalisht pa drita se s'ka shkuar OSHE aty, ose teorikisht janë pallate të ndërtuara, të certifikuara, ndoshta, se më shumë gjasa jo, por që nuk janë të shitur. Dhe pyetja ime, unë e di përgjigjen, po pyetja është, si është e mundur, sepse që paska kaq shumë... Nuk i shesin. Po pra, nuk i shesin, sepse nuk ka nevojë... Vetëm do rritet, ja ku e ke? Sepse është para ngurcuar. Para e hedhur. Dhe pyetja e dytë para e ngurcuar. Si është e mundur që këtu përflitet për shuma marramëndse në tregun e ndërtimit dhe nuk ka kreditim nga banka. Si mundesh domethënë? Ata që ndërtojnë s'marrin para në bankë. Jo, ka kreditim thash në ka dalë edhe statistikore nuk e shpikon. Po na thuaj një mos. Tani si mundesh ti të ndërtosh një kull 50 kat me 150 milionë euro dhe mos kesh marrur kreditim nga banka, se po e kuptoj këtë pastaj. Nuk ka firmat serioze të ndërtimit janë gjitha me kredi. Firma serioze. Si të klientë serioze. Firma serioze me kredi. Armelita pyetje.